Njeriu i parë i komunës së Preshevës, zotërisht Shqiprim Arifi, i shoqëruar me bashkëpunëtor të tjerë profesional, qëndroi sot tek tregu i Gjelbërt, ku i vizitoi lokalet që janë në kuadër të ndërmarrjes publike Moravica. Kryetari Arifi vizitoi këto lokale, të cilat me vite të tëra kanë qenë të pashfrytëzuara, ku synimi i pushtetit lokal është që të bëjë rekonstruimin e këtyre lokaleve 17 gjithsej sa janë, ku sipas kryetarit këto lokale do të shfrytëzohen për ndërmarrjen publike Moravica, ku do të bartën në të ardhmen ndërmarrje publike me objekt në këtë lokal. Këto lokale vite më të hershme kishin qenë të dëmtuara dhe të ngjitura me postera partijak, xhama të thyer, çka komplet do të bëhet rekonstruimi i këtyre lokaleve. Qëllimi është restrukturimi i Moravicës, atë që kena thënë më herët që jena në fazën projektuese të restrukturimit të Moravicës, tani mo kena himo vetëm në hapët e para të implementimit. Qëllimi është që të restrukturojmë pikë së pari njerë infrastrukturën e Moravicës, pasi që pushteti më hershëm e ka të ndërtuar ashtu strukturën që është shpërndar, është një strukturë e cila nuk është me atmosferë të punës, dhe është një strukturë e cila, po flas strukturën infrastrukturore, është një strukturë e cila nuk e jep atë nivelin e sigurisë më të lartë se sa është nevoja. Ne kena menduar se tani të fokusojmë dhe të centralizojmë infrastrukturën e Moravicës, pikë së pari me zyrët. Një nga mundësitë të cilat i kena në këtu janë këto dyqanet të cilat i kena tek pazari i Gjelbërt, të cilët kanë më restrukturu në aspektin e renovimit shumë shpejt, edhe pastaj tani kanë më vendosën administrata e Moravicës këtu në këto zyre. Do të jepem me që rast se s'kanë qenë më parë, apo do të shfrytëzon të gjithë për ndërmarrje Moravicën? Po, shumica kanë më përdorur tani për Moravicën, ata të cilët janë për momentin shfrytëzues me qira në ose edhe pa qira, se shumica shfrytëzohen pa qira, të këtyre dyqaneve, ata kanë mbetën, po thjesht kanë më lokalizuar një herë në qëtër formë. Keni gjetur një donator që ndihmon në këtë drejtim apo? Po, na kena njoftuar opinionin publik më herët se këtë projektin na duke bërë me UNDP-n edhe me ambasadën japoneze. Dhe kjo është tani faza implementuese. Kryetari Arifi vizitën e tij vazhdoi edhe në institucionet shkollore si në shkollën fillore Ibrahim Kelmendi dhe 2 shkollat e mesme në Preshev. Ai vizitën e parë të tij e bëri në shkollën e mesme Gjimnazi Skënderbeu, ku prit nga drejtori dhe stafi i kësaj shkolle. Gjatë këtij takimi, zotëri Sadiku, kryetarit Arifi, ja paraqiti shqetësimin e tij se me çfarë problemesh përballet kjo shkollë, se çfarë ka nevojë. Arifi së bashku me bashkëpunëtorët e tij vizitoi përsafer me kabinetet, klasat, tualetet, sallën edukatës fizike e të tjera. Kjo vizitë është një vizitë e parë e kryetarit të komunës. Është kohën kur është dashur të bëhet për arsye se ka përfunduar viti shkollor dhe që ne si institucion bëmi gati për një shtator. Normal duhen mjete financiare me cilët komuna duhet të përcjellë komunën. Ne jemi të kënaqur, ne i tham kryetarit komunës, ja tham gjitha problemet të cilat i kemi dhe mendoj se deri në fillim shtatorit ato problemet të cilët kanë qenë dhe janë në shkollë do të evidentohen dhe në fillim shtatorit mendoj se edhe projekti i cili është parapah që të rregullohet oborri i shkollës mesme teknike dhe gjimnazit do të kryhet dhe mendoj se në të ardhmen një çështje më e madhe duhet të jetë institucioneve komunale për institucionet shkollore për arsye se aty është ardhmëria e popullit shqiptar gjithësisht e luginës Preshevës. Ne pikë së pari erdhëm sot me pa gjendjen aktuale, që është situata, po njëkohësisht edhe me njoftu drejtoratin këtu që ne kena aprovuar një projekt i cili ka qenë i planifikuar prima herët nga pushteti i mëhershëm, por nuk ka në fazën e implementimit, ne e kena aprovuar, do të fillojnë që është në javën tjetër hapët konkrete për me implementu këtë projekt. Bëhet fjala për projektin këtu në oborin e Gjimnazit Skënderbeu edhe të shkollës teknike. Kjo është një lajm i mirë. Një lajm i mirë i dyti është që ne kena gjithashtu me bërë llogaritjen edhe me marrë paramasën nyjeve zanitare, të cilët janë në një gjendje katastrofale, nuk kam çka t'ju them, ju e dini më mirë se sa unë që 20 vite më duket janë kështu. Edhe këtë e kena në plan domethënë që ta realizojmë përbrenda pushimit veror. Këto kanë qenë 2 arsye të ardhjes tonë. Gjithashtu jena njoftuar edhe nga drejtori që për probleme tjera, si për krovin i cili e ka një shtresë e cila është nga azbesti. Ju dini të gjithë se na jena të prekshëm të azbesti dhe do të mundohemi sa së shpejti të bëjmë edhe një zgjidhje aty, por edhe kena shikuar edhe sallën e sportit e cila është në një gjendje për mua, për mendimin tim jo
funksionale dhe që duhet të përdoret nga nxënësit tonë. Edhe aty duhet me shikuar çka janë mundësitë, për si vjet me siguri ka me qenë vështirë, por në plan afatmesëm ka me qenë të planifikuar. Edhe pse këtë, ashtu siç e përfundoi edhe drejtori, për arsye se ne mendojmë që të jepet theksi më shumë infrastrukturës për në shërbim të qytetarëve tonë, sidomos të nxënësve tonë, jo më vetëm të ndërtojmë rruga edhe gjithçka që nuk është funksional siç ka vepruar pushteti më hershëm, por të bëjmë diçka konkret për qytetarët tonë. Kryetar, do të jeni të barabartë me gjitha shkollat, ku se pushteti ka kaluar, ka bërë pra dallimin në mes drejtorëve të ata që kanë qenë partisë vetë dhe opozitarë. Ja, këtë na e kena thënë edhe në vitin e kaluar, edhe në fushat, për neve nuk është interesant se kush dhe çka mendon se shkollet ku janë. Për mua unë e di që shkollet janë pronë të qytetarëve, edhe janë në shfrytëzim nga nxënësit tonë. Na ja japmi shumë shpesh fokusin drejtorateve dhe profesorëve, gjë e cila është vetëm një efekt përcjellës, ata janë pjesëmarrës në procesin për me ndërtu gjeneratet tona të ardhshme të cilët kanë shërbyer këtij vendit. E kështu që për nga ona jeme, filozofia jonë është që mos ketë më ndarje politike dhe partjake, gjë të cilën mendoj se jena duke e realizuar prej tash. Kryetari i Komunës Zotërisht Shqipëri Marifi vizitën e tij vazhdoi dhe në shkollën e mesme teknike Presheva në Preshev, ku u prit nga drejtori dhe ndihmësat e tij. Arifi edhe në këtë shkollë ndëgjoi dhe i vizitoi për sa afërmi punët që janë bërë në këtë shkollë, ku sipas Arifit kjo shkollë është me një infrastrukturë shkollore më të mirë se sa shkollat e tjera. Pas këtij takimi ata dhanë dhe një prononcim për media. Patjetër, falenderojmë për vizitën që kanë zgjedhur shkollën e mesme teknike Presheva në Preshev. Ne me kryetarin e komunës biseduam për numrin e nxënësve, profile që të shkollë realizohen, pastaj i paraqiten edhe problemet që i tangojnë të shkollë. Paraqitëm sepse edhe nga e kaluara neve kemi pas bashkëpunim dhe kemi obligim me ligj të kemi bashkëpunim me pushtetin lokal. Deri tani investimet kanë qenë mirë, shpresojmë se edhe të ardhmen gjithë ato hallet dhe probleme që kemi nevojë i paraqitëm kryetarit të komunës, besoj se do t'i realizojnë. Mas ato në rasteve horror të cilët i përjetova në gjimnaze dhe në shkollë fillore, këtu e pata një qetër moment tani, këtu gjendja e shkollës ishte e mirë, është gjithçka e rregulluar, për mendimin tim atë shumë investime këtu nuk ka nevojë më të bëhen, ka mu shumë për të lavdruar, ka qenë edhe WC-t, të cilët tani që sa vite më vetëm ishin në një kësaj gjendje të tillë, të cilët janë për të lavdruar, dhe për këtë ju përgëzoj juve si drejtorat që keni bërë këtë punë, por këtu po shihet edhe gjithashtu që ka pas një vëmendje më të madhe nga pushteti lokal i mëhershëm. Nuk e di për çka, ndoshta për shkak të përkatësive politike ose partjake, por kjo vëmendje nuk do të humbë, por thjesht do të barazohet edhe me qera shkollat të cilat janë këtu, edhe do të vazhdohet ashtu në të anën siç ka qenë në të kaluarën, thjesht duke i shtyë në balans gjitha nevojat këto të shkollave. Kryetari Arifi vizitën e tij vazhdoi në institucione tjera shkollore dhe në shkollën fillore Profesor Ibrahim Kelmendi. Arifi gjatë vizitës që i bëri tualeteve dhe kësaj shkolle, sallës së edukatës fizike, klasat, Arifi u befastua shumë, i cili u shpreh se kjo është horror, çka po shoh unë në këtë shkollë. Salla e edukatës fizike ku është me një katastrofë të madhe, rrëmja tavanit të tualeteve. Salla e edukatës fizike me një parket katastrofë, që asnjëherë nuk është investuar kur nga pushteti lokal i kaluar në këtë shkollë. Gjatë vizitës në sallën e edukatës fizike, Arifi ishte i shoqëruar me zëvendës drejtorin e kësaj shkolle, Ymer Kamberi, dhe arsimtarët e edukatës fizike. Arifi ju premtoi se së shpejti do të bëhet rekonstruimi apo ndërtimi një sallë zëre nga themeli dhe nuk do të lejojë që këta nxënës më të zhvillojnë procese mësimore në këtë sallë katastrofë, siç e quan kryetari, ky është një horror. Unë pare përgëzoj kryetarin, përshëndes që gjeti kohë na vizitoj në një ditë kur me të vërtet kemi nevojë të ndërhyjet në këtë shkollë që dora e njerët nuk ka ndërhy me vite. Shpresojmë që kryetari i ri do ta mbajë atë premtimin që na dha edhe në vizitën e parë që e bëm me drejtoreshën, po kërkoj falje se drejtoresha është nxënën me një mbledhje të këshillit të arsimtarëve, po ne e shoqëruam të ankohën kryetarin dhe e njoftuam me problemet
cilët për momentin janë prioritet për neve, për nxënësit tonë të kësaj shkolle. E këto janë njët sanitare, sala edukatës fizike, që gjithësys duhet të ndërmerrim diçka në përmirësimin e kushteve të spakut në zonën drejtore. Edhe një herë, kushtet momentale që posedon sala edukatës fizike, a mund zhvillohet mësimi në vitin e ri shkollor? Nuk mundet dhe nuk kanë, kushtet kanë qenë edhe para këtij viti shkollor, por mjerisht pushteti i mëhershëm, edhe pse ka vizituar, ka pa gjendjen, nuk ka ndërmarrë asgjë. Nuk ka kushte për zhvillimin e orës mësimore në edukatës fizike, në salën e edukatës fizike të ne. S'ke kur farë kushte. Jo e patë vizitut, parketi është i shkatrum, ajrosja mungon, dhe çdo gjë nuk i përket asaj që duhet të tjetë sala edukatës fizike. Sepse është salë e vjetër, 50 vjetë nuk është investuar asgjë aty, përveç njëherë që është bë ndrimi i parketit dyshemes në vitin 2004, më duket më, s'kemi pas kur farë investime. Shpresojmë që të ardhmen, periudhën e ardhshme, do të jetë pa mirë. Normalisht nuk më ardhën sot për t'i gëzuar kolektivin këtu, drejtoratin, me një lajm që ne planifikojmë të ndërhyjmë në nyjet zanitare edhe në sallën edukatës fizike, gjë e cila normal është një ndjenje pozitive që na kena zhvilluar për të ndërhyrë këtu për shkak të nevojës, mirë po, unë është sot shka vrejta, pasi që i vizitume edhe ma detajisht vendet ku dojmë të ndërhyjmë, është që këtu si me thonë, pak po mungojnë edhe fjallët, pas asaj të cilën e pash, për arsye se është një egërsie politike e cila ka vepruar këto vite me radhë, e cila nuk ka pas në kur një farmare edhe burni dhe as njerëzi që të ndërhyje me vite me radhë në këtë vend këtu. Edhe unë preka thellësisht për fëmijët të cilët kanë qenë edhe janë këtu në kësi kushte, nuk është për mu mendimin tem, unë i thash edhe i referova edhe drejtoratit që unë nuk i kisha leju mo aty me hy me kry orën e sportit, për arsye se patozi ato ra, ato toka dhe smuti shmi thonë asaj parket ose diçka, ajo është një tokë e cila nuk është funksional. Më tregun me edukatorët të landës edukatës fizike që dërgojnë një herë muj, 2 herë muj të fëmijë në vraje në për shtëpia të shëndetit. Unë për mendimin tem edhe këtu e them që nuk është më mirë të lejohet të bëhet landa aty, por të konsultohen me Gjimnazin Skënderbeu, të bëjnë një farloj plani që të shkëmbejnë nxënësit aty, përderisa na këtu i kena bërë ndërhyrjet e duhura. Edhe një herë të theksoj, unë nuk e kuptoj absolut me mendjen time, na jam shumë i thjeshtë për me kuptu, siç është pretenduar nga një pushtet lokal më herët, vite me radhë që nuk kena buxhet. Unë tash jam kryetar komune dhe them me plot kompetencë se një kësi projekti nuk ish pas problem më bërë, absolut jo, por thjesht nuk ka pas vullnet, për arsye se dukush mendon se shkolla ose arsimi i përket dikujt ose të një partie. Shkolla nuk i përket askujt. Shkolla është nxënësve, të cilët e përdorin, dhe është pronë qytetarëve, të cilët paguajnë taksa me mirëmbajtje këtë vend dhe me pa në nivel të shëndosh spaku që fëmijët e tyre mos të rrezikohen në këtë shkollë. Edhe një herë unë e them nga thellësia, domthonë e brendësisë time, që këtu ka me pas një ndërhyrje patjetërsueshme. Dhe kjo do të mundohemi me ekipën tonë së shpejti të realizohemi. Sa shpejt me do të arrimi këtë, nuk e dim, por na e kena venduar tani në prioritet. Kjo ishte vizita e parë e kryetarit të komunës së Preshevës, zotërisht Shqiprim Arifi, që i bëri shkollave të mesme dhe fillore në Preshev që nga marrja e detyrës së kryetarit komune.